direkt? Po më liqë që të Ka, hajtam së. Përshëndetje, shumë kënaqësi të kem sot këtu kolegë, qytetar Shkodrës, arkitekt, inxhinier, profesor, student në të takim ku është dhe na ka nderuar kryeministri zoti Edi Rama. Faleminderit kryeministri që je sot me ne për të bërë një diskutim mbi arritjet, punët, transformimin e Shkodrës, punën këto 2 vjet, atë që Shkodra pret dhe shpresojmë që gjithë së bashku ta bëjmë në vitet që vjen. Është një moment i rëndësishëm. Transformimi i Shkodrës, besoj se që keni para të gjithë, ka filluar me fitoren e Partisë Socialiste para 2 viteve në Shkodër, ku për herë të parë Partia Socialiste fitoi në qytetin më të madh të qarkut veriut dhe që prej asaj dite. E në vazhdim, ne punojmë fort çdo ditë për të përmbushur pritshmëritë dhe besimin që ne kanë dhënë qytetarët e Shkodrës. Ka 2 vite që çdo gjë ka ndryshuar. Ndonse unë mendoj se Shkodra tashmë në këto 2 vite jo vetëm ka filluar të punojë, por ka filluar të punojë për të tashmen, për njëkohësisht dhe për të ardhmen. Ndoshta jemi ka një veçori në fakt në krahasim me gjithë Shqipërinë. Ne kemi këto 2 vite që po punojmë fort për projekte. Kemi këto 2 vite që po punojmë fort për të aplikuar dhe për të fituar projekte. E kjo na ka bërë që të jemi pak më mbrapa. Por na ka bërë që në këtë moment ajo që ne po realizojmë të jetë jashtëzakonisht e dukshme, dhe të jetë jashtëzakonisht transformuese, dhe të japë një shpresë dhe një energji që Shkodra se ka pasur kurrë më parë. E filluam para 2 viteve dhe gjetëm qytetin me një menaxhim shumë të dobët. E gjetëm me plera, me inerte, me kolektor të zënë, me shkollat shkatruara, me pallatet mykura, me rrugë pa asfaltuara, me rrugë pa ndriçim, pa shpresë, pa gëzim dhe pa energji. Ishte sfidë e madhe që në 2 vjet ne të jepnim një mesazh të fortë pune, të jepnim një mesazh të fortë projektesh, një mesazh të fortë optimizmi dhe ndryshimit të energjisë të qytetit. Ju dini sa shumë projekte kemi filluar në këtë kohë, dhe nga njerë që them drejtën as vetë s'mund t'i rendis, janë pafund kantieret e këtij qyteti sot. Duke filluar nga Vilipoj Shëngjini, duke vazhduar në Dugagjin, duke vazhduar në Zoga e Shirok, rrugën e Komanit, Zdralen, hyrjen e Shkodrës që është perla dhe që mendoj që ditë projekti më i bukur në Shqipëri, hyrja e Shkodrës, nga një vend ku ndërtimet pa leje nuk lejonin të shifje gjën më të bukur që kishte qytet, s'lejon të shihnin liçenin, lumin, bukuritë tona, të zëna nga një ndërtime shpaleje, nga një tuf, s'po them më shumë se kaq. Ajo që ka ndodhur me Shkodrën është që ne sot kemi ngrit dhe kemi ndryshu të gjithë energjinë e qytetit, jo vetëm me ndryshimin e pamjes të jashtme, jo vetëm me kapotat, jo vetëm me asfaltimet, jo vetëm me ndryshimet, por në përditshmërinë po ofrojmë punë, po ofrojmë projekte të reja, po bashkëpunojmë fort me qeverinë, ku unë mendoj se transformimi i Shkodrës vjen dhe nga prova e fort e ndryshimit të konceptit se si një qeveri bashkëpunon me bashkinë dhe në një vizion të caktuar, një vizion të qartë drejt bashkimit evropian,
ajo është gjithmonë e suksesshme. Dhe për këtë dua të falenderoj kryeministrin Rama për atë bashkëpunim dhe për atë mbështetje që i ka dhënë Shkodrës, që ndoshta pak më vonë se qytetet e tjera që kanë arritur tashmë këtë gjë, ne do ta bëjmë shumë mirë dhe jemi detyruar ta bëjmë shumë shpejt dhe të punojmë fort për ta arritur këtë gjë. Po Shkodra s'është vetëm ajo që po bëjmë tani, s'është vetëm puna e bashkisë dhe qeverisë. Shkodra është ëndra që shumë kohë u la pa realizuar, sepse e zuri diskutimet dhe një diskurs prej vitesh politik i bosht, konfliktesh, që qyteti në bicedat e tij më shumë në shumë vite se sa kishte diskutim për zhvillimin, ka pas diskutimin shterp, do thoya politik, gjuhën e urrëties, gjuhën e sharjes, fyerjes. Tashmë në Shkodër zorçat e gjen më këtë diskurs. Sot në tavolinat e Shkodrës flitet për si ta bëjmë më bukur hyrjen, si ta bëjmë më bukur këtë rrugë, si do t'i shtojmë bicikletat. Sot diskutimi në Shkodër është krejt tjetër. Sot diskutimi në Shkodër është më optimist. Nëse mendonim në fundjavat e mëparshme shkonim Malëzi për të bërë fundjavat, se s'kishim çfarë bënim në Shkodër, sot është Malëzi që vjen në Shkodër për të bërë fundjavat e tij. E turist dhe atmosferë, evente dhe gëzim. Kjo është gjuha jonë. Kjo është gjuha jonë për qytetin. Kjo është ai që ne frymojmë qytetit. Kjo është vizioni i kryeministrit, ky është vizioni për Shqipërinë e të ardhmes, për Shqipërinë europiane. Sigurisht nuk lë pa përmend, po kryeministri do t'i shpjegoj vetë, po unë jam shumë i njohës që idenë e qendrës së rajonit e kthimit të Shkodrës në një qendër rajonale, ne kemi filluar tashmë me vendimet më të mëdha për historinë e Shkodrës, fal kryeministrit dhe ta them e Grudhën, Hani Hodit, Durrës, e Grudhën, drejt Gjakobës, autostradën blu, Adriatiko-Joniane, investimet të mëdha, vendimet të mëdha për perspektivën e këtij qyteti. Ne sot jemi në momentin kur po hymë në Europë. Por që të hymë në Europë, ne do të jemi gati. Jemi pak vonë, por ne do të punojmë shumë. Që në moment që Shqipëria hymë në Europë, qyteti ynë të jetë i gati, me infrastrukturë, me dije, me dashuri, me pozitivitet, por edhe të jetë i bukur, siç takon Shkodrës, që është një vend i kulturës, i muzikës, i punës dhe i transformimi modern. Shkodra moderne është ajo që ne presim dhe që ne me bashkëpunim me qeverinë do arrijmë. Po ja lë fjalën kryeministrit për ato që do të vi në temë. Faleminderit. Mirëmëngjes. Shumë faleminderit për pranimin tuaj në këtë ditë pushimi edhe në këtë orë pak të herët për të ndarë me ju një pasqyrë që më duket e rëndësishme, sepse e kam thënë në disa raste dhe shtysa që mund të ndërmarr këtë cikël prezantimesh të panoramës përgjithshme ekonomike dhe të panoramës përgjithshme të investimeve të bëra në këto 3 mandate, qark për qark, më ka ardhur në mënyrë të befasishme pas një mbrëmje shumë të paharrueshme, do thosha, kur pasi kisha kalu gjithë punët e ditës dhe kishte ardhur ajo ora e lundrimit në për pasqyrat e botës, gjë që e bëj çdo natë vonë. Mu desh të hyja në pasqyrat e Kënetës këtu, sepse ishte
shfaqja e parë e anketimit të parë të atij sondazhistit të presidentit Trump i kontraktuar nga një televizion dhe isha shumë kurioz të shifsha rezultatet e anketimit pasi e ndjek atë edhe është një nga më të famshmit në Amerikë edhe me një reputacion shumë të lartë për shkak se ka arritur të shohë përtej sipërfaqes edhe për të dytën herë rresht ka parashikuar fitoren e Trumpit, ndërkohë që shumë sondazhe të tjera i jepnin humbës. Edhe me thënë të drejtën nuk gjeja fjalë edhe akoma me vështirësi se nuk besoj se gjenden fjalë për të përshkruar se çfarë kam përjetu kur shikoja ato të dhënat e anketave dhe pastaj duhet dëgjoja komentatorët që ishin aty mbi ato anketa. E pabesueshme, realisht e pabesueshme edhe realisht e frikshme të mendosh se çfarë i bie këtij populli të shohë të dëgjojë mbrëmjeve të debateve apo të komenteve politike në për ato pasqyrat ku një numër i caktuar njerëzish nuk du t'i fus gjithë të një thes, asnjëherë nuk janë të gjithësoj, po pjesa e madhe e cilëve janë totalisht brenda një realiteti të krijuar nga vetë ata, arrin deri në atë pikë ku i pash atë natë edhe për i të vërtetës ndoshta ajo befasi erdhi dhe si rezultati i faktit që unë nuk i ndjek, kam qenë që mbas zgjedhjeve të 2009-s që unë nuk shoh debate dhe nuk shoh emisione politike. Ndjek, kuptohet, raportet që më bëjnë shumë shkurt për kur ka gjëra të veçanta, por nuk i ndjek sepse është jo vetëm humbje kohe, por është edhe një konsum i jashtëzakonshëm energjish, edhe një mbarsje me jashtëzakonisht shumë energji negative që janë helm. Del pasqyra e parë, shumica e shqiptarëve mendon që vendi po ecën në drejtimin e dur. Kthehet biseda në studio, fillon muhabeti. Dhe në mënyrën më të pabesueshme, komenti dominant është nëse kjo është e vërtet, nëse vërtet shumica mendon që vendi po shkon në drejtimin e dur, atëherë jemi përpara një situate që është shumë më e rëndë se që pristim, sepse populli është i smur. Edhe fillon diskutimi mbi popullin e smur. Pas një lloj turpi, fare, as një lloj sekëldie, disa njerëz të ulur aty që pastaj vjen pasqyra tjetër, shumica mbështet Partinë Socialiste. Atëherë vjen komenti tjetër, ose sondazhi është çmendur ose është çmendur populli. Domethënë smundja e popullit shkon në një nivel tjetër. Dhe diagnostikohet populli si i çmendur. Pse? Se mbështet Partinë Socialiste. Dhe pastaj vjen një pasqyrë tjetër që bëhet, pyetje që bëhet gjithmonë në për sondazhe, që cila forcë politike mendon që do fitojë. Dhe aty
një numër më i madh se ata që mbështesin Partinë Socialiste, mos gabohem, ishte rreth afër 60%, 57-58%, thoshin do fitoj Partia Socialiste. Kjo tregon që problemi është edhe më i thellë. Nuk është vetëm çështje smundje, as çështje çmendurie. Këtu ka gjë më të thellë, se tani shiko sa shumë janë ata që mendojnë që do fitoj Partia Socialiste. Do me thënë që këtu jemi në një situatë kur populli është i shitur, edhe i blerë. Edhe fillon teoria popullin e ka blerë Rama në gjithë të vite, 250.000 njerëz në administrat, që është një shifër komplet e çmendur, që s'ka lidhje fare. Administratja publike ka më pak se 90.000 njerëz, edhe ata janë në administrat, aty bëhet presion, po ata kanë dhe njerëz të tjerë, po shumica janë pleq, po jo, thot tjetri, është më keq. Mund të jetë më keq, mund të jetë dhe më keq, se ishin gjithë hipoteza mjekësh, që ishin mbledh një grup doktorësh popullor atje, edhe diskutonin për të vënë një diagnozë të një smundje të tmerrshme që nuk njihej deri në atë moment. Jo, nuk duhet të jetë më rëndë se kaq. Këtu mund të jemi në kushtet e një autokracie shumë më të egër se sa çfarë kemi denoncuar ne, të tipit putinian, që do të thotë populli ka frikë, e ka frikën deri në palc, edhe kur e pyet si po shkon vendi, mirë. Kush do fitoj? Partia Socialiste. Kë mbështet Partia Socialiste? Domethënë njerëz të trembur që nuk dinë se çfarë flasin. E me thënë të drejtën, e gjithë kjo më la atë natë pa gjumë. Sepse është realisht e frikshme të mendosh se me çfarë ushqehet opinioni publik çdo natë. Çdo natë. Dhe me çfarë ushqehet çdo ditë kushdo që futet në për ato kanalet për të marrë lajme nga portalet. Po ju them pas një egzagerim, se duke qenë se kaloj pjesë të madhe të kohës në makinë këto ditë, edhe ndjek ato që më çojnë nga stafi, pas një egzagerim 95% e titujve që vendosen në përpasqyrat e portaleve që më citojnë mua janë të shtrëmbruar. 95%. Të nxjerrë nga konteksti, të shtrëmbruar, jo për qëllim, nuk besoj që është me qëllim, por besoj se është përfundimisht një botë ajo e mbyllur brenda vetes ku prodhohet lajmi, për shembull, është prodhuar një lajm që zonë kryeministja harxhon 10.000 euro për të larë makinën. Okej. Dhe kjo përsëritet, pastaj kthehet në fakt, i që diskutohet aty, pastaj kthehet në faj, dhe pastaj kthehet në pyetje, që si ka mundësi, dhe ti gjendesh përpara i situatë, Edi Rama pi verë 33.000 euro. Tani si luftohet me këtë? Dhe për jap shembull më banal se nuk është ky thelbi. Tani për të ardhur tek prezantimi. Dhe atëherë mendova që është shumë e rëndësishme të ndajmë disa të dhëna të cilat tregojnë pse në fakt populli nuk është i smur, pse populli nuk është i çmendur, pse populli nuk është i trembur, dhe pse populli nuk është as i shitur as i blerë. Por nëse shumica e popullit mendon që vendi po shkon drejtim e dur, kjo lidhet me disa gjëra që lidhen me jetën reale të njerëzve. Se ti mund ta thuash në ato moçalet e kënetës mediatike që s'ka ujë as gjikundi dhe njerëzit po vdesin për ujë. Mirë, po fakti është që shumica dërmuese e njerëzve kanë ujë të pishëm në shtëpi. Dhe ata e dinë që ujin e kanë. Ose njerëzit nuk kanë bukë, po vdesin për bukë. Po në fakt njerëzit e dinë që çfarë kanë
edhe sa më shumë kanë se ç'kishin dje. Ose nuk janë rritur pagat që nga 2013, po në fakt njerëzit marrin paga që janë rritur më shumë se asnjëherë tjetër, etj. Dhe për më tepër pastaj njerëzit jetojnë në përditshmën e qyteteve, edhe të fshat, tjetra, nuk ka rrugë në fshat. Nuk ka rrugë. Po në fakt, e kundërta është vërtet që sa që janë ndërtuar dhe janë bërë të aksesueshme rrugë fshati në këtë dekadë fundit, nuk kanë bërë në të gjitha vitet marrës bashku. Nuk është absolutisht populli problemi. Problemi është që informacioni për punët e bëra dhe informacioni për të dhënat reale të ekonomisë dhe debati real, se me këto unë nuk duhet të them që ne i kemi zgjidhur gjithë problemet, ose që nuk jemi të kritikueshëm, ose që nuk mund të bëhet një debat real, ose që nuk mund të kishte një alternativë reale tonën që të na sfidonte në fushën e fakteve. Jo të luftonte me faktet. Dhe e fundit për këtë parantezë pak gjatë, është që duke qenë se nuk ka vend në për ato pasqyra për të dhënat, e parë herë nuk ka vend për lajmet e mira. Nuk ka vend për lajmet e mira në asnjë sens. Nuk ka. Thjesht nuk ka. Dhe pyetja është, nga do e marrin vesh njerëzit një lajm të mirë për ekonominë, ne bëjmë përpjekjet tona, unë bëj përpjekjet e mia me ato rrjetet sociale, po këta i klasifikojnë shumë tjerë propagandë. Bum bum, propagandë, bum bum. Dhe kur shkon në për studio, dhe prandaj për shumë kohësh s'kam vajt më dhe do shkoj këto ditë se duhet shkoj, kur ti fillon të tregon fakte, mos bëj propagandë tani, se këtu jemi për një muhabet tjetër. Po çfarë muhabeti jemi? Unë jam këtu për të fol për gjëra që duan njerëzit të dëgjojnë nga unë si përfaqësues i gjëve. Leje propagandën tani. Po si më propagandë? Dhe unë tani kam sjellë tu disa fakte të përgjithshme për të krijuar një ide se çfarë është bërë në këto. Se ka dhe një gjë tjetër që nëse ne nuk do kishim bërë këto që kemi bërë, dhe nëse Shqipëria do të ishte jo 100%, po do të ishte 25% e ngjashme me si e përshkruajnë këta, këneta e gjitha, ne nuk do ishim dot sot në tryezë me Bashkimin Evropian për të negociuar antarësim. Se Bashkimi Evropian vërtet ka vizionin e vet gjeopolitik, vërtet ka strategjinë e vet politike, por Bashkimi Evropian, kur vjen puna tek negociata, nuk merret me politik fare. E bëre se bëre, e ke se ke. Po e lufton korrupsionin, s'po lufton korrupsionin. Po e bën këtë reformë administrative, s'po e bën këtë. Si po e bën këtë, si po e bën këtë. Ata kanë skuadër të super stazhonuar burokratësh që merren 24 orë 7 me të gjitha vendet. Dhe çdo vend që do të hyjë atje, është 24 orë 7 nën mbikëqyrje. Ata merren me çdo detaj. Ata studiojnë çdo sektor. Ne sot negociojmë me Bashkimin Evropian se njerëzit se këta të kënetës, këta flahet, tani nuk është puna ke Rama dhe ke qeveria, po duan ata tani se është gjeopolitikë. Më bet kot. Ne negociojmë në Bashkimin Evropian mbi 250.000 faqe. 250.000 faqe, mbi çerek milion flet, që nuk janë flet shënimesh, që këtu kam i shënim që thuhet që ke Zyliami Lotin, mos harro ta shohësh ja. Përshëndes dhe të falenderoj shumë. Po nuk është çështje pusullash, janë kuadër regulatori i përgjithshëm, ligje, vendime, masa, standarde, kritere në çdo sektor, dhe në negociata janë 1.000 veta, nuk e egzagjeroj, janë 1.000 individ, 1.000 punonjës, 1.000 në punës shërbimit civil që janë ose të institucioneve tjera, janë të gjitha institucionet e shtetit.
Janë ata të drejtësisë, janë këto autoritetet e pavarura, regulatorët, gjithë ministrit, afro 40 grupe me negociatorët për katës, dhe 1000 janë nga krau tjetër. E imagjinoni që janë 1000 nga krau. Është makina më e madhe burokratike e botës, Bashkimi Evropian. Dhe ata merren me çdo sektor, me çdo detaj, me çdo produkt. Ti do negociosh çdo produkt. Veza, peshku, midhja, gaforja, domethënë çdo produkt do ta negociosh. Do negociosh si do t'i hedhësh ti hapat për të përmbushur X gjëra për institucionet e drejtësisë. Do negociosh ekonominë, do negociosh të gjitha. Dhe si mundet tani që ata të pranojnë të negociojnë me një vend që është narko? Si mund të imagjinoni? Si mund që ata të pranojnë të negociojnë me një vend që s'ka ujë, s'ka drita, s'ka bukë, s'ka. Natyrisht që ne kemi probleme në të gjithë këto drejtime, po janë probleme shumë më të reduktuara se ç'kanë qenë. Edhe këtu kam sjell një pamje të përgjithshme. Dhe do t'ju falenderoja paraprakisht për durimin, se mbase nuk është shumë e shkurtër. Ky është prodhimi i përgjithshëm i Shqipërisë. Kjo është ajo që prodhon vendi në totalitetin e vet. Prodhimi i brendshëm bruto, do me thënë sa kapacitet prodhues të vlerës financiare ka vendi, dhe këtu futen të gjitha. Ato që janë, kuptohet, zyrtare dhe që janë legale. Dhe këtu kemi sa ishte prodhimi i përgjithshëm, se këtu është interesant. Këta dalin atje me ato kravatat edhe me ato kostumet si bolshevik, si ju duket vetja si modern, edhe thonë, këtu s'prodhohet asgjë më, ç'a prodhohet tu? Këtu s'prodhohet asgjë më. Këtu vjen mishi nga Brazili, se shton ca gjëra që janë gjysmë të vërteta, që janë dhe gënjeshtrat më të mëdha. Këtu s'prodhohet, ç'a prodhohet tu? Tu s'ka i fabrikë. Ndërkohë që këtu hapen fabrika vazhdimisht. Dhe prodhimi, ajo që prodhon dhe Shqipëria, kur ne morëm detyrë ishte më pak se 10 miliardë euro. Sot është më shumë se 25 miliardë euro. Tani, kur ke një rritje 2 herë gjysmë të prodhimit në një dekadë, je më mirë apo je më keq? Je më i fortë apo je më i dobët? Ke më shumë për të rishpërndar apo ke më pak? Dhe projekcioni për 2030 është 35 miliardë. Por këtu duhet bëj një specifikim. Projekcionet tona nuk janë si ato prallat e bufit. Nuk janë si ato që lëshojnë këto partit që vinë vërdall. Do të bëjmë këtë, do të bëjmë atë. Këto janë projekcione të qeverisë vendit. Si janë programe për të marrë vota. Dhe ky projekcion është bërë nga ekspertët e Ministrisë Financave dhe në bashkëpunim ne punojmë shumë edhe me ekspertë ndërkombëtar sipas fushave të ndryshme, ndërkohë që drejt për drejt me mua punon krye ekonomisti i kancelares gjermane që qëndroi me të 10 vjet. Dhe të gjitha këto që ne flasim për ekonominë janë gjëra sepse ne nuk mund të dalim si qeveri, edhe të themi ne do ta bëjmë prodhimin e përgjithshëm kombëtar në 2030 50 miliardë. Në momentin që unë dalë bëj këtë, pa mbaruar mbledhja, dhe nuk egzageroj asgjë, fare, pa mbaruar mbledhja, midis atyre grupeve të negociatorëve vjen i telefonatët, çfarë është kjo? Ose në çdo drejtim tjetër. Sepse negociatat janë një marrëveshje midis një shtëpie të pasurish me 27 vende dhe një vendi tjetër që duhet të kaloj të gjithë check-upin e kapaciteteve të veta shtetërore.
dhe që duhet provoj me gjithë mangësit dhe me gjithë prapambetin që mund të ketë me ata që janë aty brenda, duhet provoj që është një shtet me institucione dhe që flet dhe bën gjërat siç duhet. Nuk mundet ne të hedhim fishekzare, nuk mundet ne dalim themi të t'i bëjmë pensionet 500 euro sa të marrim, sepse në atë moment ne atje nuk kemi më asnjë lloj kredibiliteti për të vazhduar diskutime. Vazhdojmë. Këtu jemi tek rritja, dhe kjo është një tjetër pasqyrë e rëndësishme, sepse ne nuk veprojmë në një kontekst jashtë kontekstit përgjithshëm. Ne nuk jemi ngarë me Gjermaninë. Ne ishim të dy mas Gjermanisë, ju e mani më mirë, kur edhe në Shkodër këtu luftoi komunizmi duke mos bë asnjë punë edhe duke lënë plerat që të zvendçonin gjelbërimin nëpër rrugë. Por ne krahasohemi me veten dhe krahasohemi me rajonin. Dhe ne jemi në një rajon që ka qenë shumë më përpara nesh, në të gjitha drejtimet. Ne jemi në një rajon që ka trashëguar një bazë industriale. Një bazë industriale që ne e shkatruam komplet në fillim të viteve 90. Nëse sot Serbia ka një industri ushtarake, është një industri ushtarake e trashëguar, dhe produktet e asaj industrie ushtarake janë produkte të gjeneratave më të vjetra, por janë bërë të rëndësishme sot, ose janë të rëndësishme në vendet caktuara të botës, dhe ata bëjnë dhe eksporte e tjera. Pra nuk është një industri ushtarake që ata e ngritën mbasi dolën nga Jugoslavia. Ashtu si kundër dhe plot industri të tjera. Kroacia, që hyri në Bashkimin Evropian, ka plot industri të tjera dhe plot baza industriale që vinin nga e kaluar. Ne I shkatruam gjitha. Totalisht. Dhe në ndërkohë, kur ne kemi marrë detyrën, në raport me prodhimin e përgjithshëm, me rritjen e prodhimit të përgjithshëm, ishim më dobët se të gjithë. Shikoni tani këtu, kjo është dekada e fundit, rritja e prodhimit të përgjithshëm në dekadën e fundit në Shqipëri dhe në të gjithë rajonin. Shqipëria ka rritjen më të lartë të prodhimit të përgjithshëm, dhe këtu jemi në 109%, dhe pastaj vinë vendet e tjera të gjitha. Dhe kjo nuk është pasqyrë, dhe këto nuk janë pasqyra të gjitha xhanëm të qeverisë shqiptare. Këto janë Fondi Monetar, Banka Botërore e tjera. Pra, ne kemi rrit me 109% prodhimin e përgjithshëm, mesatarja e rajonit është 64%. Vazhdojmë. Këtu jemi dhe të ardhur për frym. Edhe kjo është një dhënë që është shumë domethënëse. Kemi pas të ardhur për frym 3.300 euro, sot I kemi 10.300 euro. Në 2030 do të çojmë në 15.000 euro. Tani, ne e dim shumë mirë që ka I problem, që është problemi përgjithshëm, e kanë të gjithë, të rritjes kostos së jetesës. Por ama, po të marrësh të shikosh pak më në brendësi dhe do vim më pas, kam përshtypjen, tek çështja e kryet e borxhi, po të marrësh pak më pas do vim tek inflacioni. Ky është borxhi publik. Ne e morëm vendin me I borxh publik zyrtar, 70%, por si ishte ky? Problemi që ne gjetëm ishte borxhi I fshehur, që e kishte bllokuar ekonominë dhe dihet që njerëzit e vlerësojnë një qeveri për ato që bën. Po thuhet një fjalë, ekonomistët e vlerësojnë një qeveri për ato që nuk lejon të ndodhin. Dhe në këtë rast nuk është qeveria, në këtë rast është populli shqiptar që në 2013 e ka shpëtuar Shqipërinë në fije të perit, duke ndruar dorën e drejtimit. Sepse Shqipëria në 2013 ka qenë në prag të një kolapsi të dytë shumë të ngjashëm me atë të piramidave. Shumë të ngjashëm me atë të piramidave, sepse ishte e bllokuar. Si ishte e bllokuar? Mbi këtë borxh kishte I borxh tjetër rreth 700 milion që nuk janë pak, janë shumë për Shqipërinë, që ishte borxh ndaj kompanive.
Thueshin rrug, po ju e dini shumë mirë që as një rrugë, as edhe një, nuk u përfundua. As rruga e Kombit, që është vetmja vepër që kishte një fillim dhe një mbarim kur hye dhe arje në fund, nuk ishte përfunduar. Ishte një rrugë e lënë në mes të rrugës. Por e kishte një fillim. Të gjitha rrugët e tjera, ju e dini shumë mirë se ju nga Shkodra keni shkuar në Tiranë. Dini shumë mirë që aty thuhet sikur ishin bërë, nuk ishin bërë asgjë. Ato ishin tendera të bëra për të hapë gjithandej gropa, për t'i rënda ulleve gjithandej që po bëjmë rrugët, por cili ishte problemi? Ato kushtonin, le të themi, 100 milion, qeveria kishte vënë dispozicion 10 milion. Dhe 10 milion ndarë kompanive, e thënë filloni, vazhdoni, edhe ne ja u kemi. Kompanitë që bënin? Kompanitë shkonin në përbanka. Kishin kontratë me qeverin, normalisht s'ka më mirë sa kontrata me qeverin, sepse qeveria s'ka ku ikën, ti doja marrësh një ditë lekët, banka timi kredi, dhe veri një moment, qeveria s'kishte lek për t'i dhënë kompanive, kompanitë nuk ishin lek, por t'i dhënë bankave, dhe u kryua një stok kredish të këshia, më shkoj një sekund të kredit të këshia, që ishte në pikën fundore ku fillon alarmi. Shikoni, këto ishin, domethënë çereku i kredive në banka ishte i keq. Nuk kishin mundësi kthimi. Dhe qëndrueshmëria e bankave ishte në rrezik. Dhe nuk ishin vetëm rrugët. Kompanitë që furnizonin spitalet, kishin ndaluar furnizimet. Ju kujtohet, ka qenë një kohë, se flasin tani për ilaçe këta, ka qenë një kohë kur njerëzit rrinin varë tek kangjellat e spitaleve. Janë në për shumë pamje. Me receta. Ana tjetër e rrugës ishin farmacitë private. Sepse kompanitë nuk furnizonin më spitalet se nuk paguheshin. Kemi shlyer borxhe për ilaçe. Për rrugët patjetër që na mori gjithë mandatin e parë, shlyerje borxhesh, rifillim punimesh dhe ato rrugë që u tenderuan atëre, të gjitha kanë vazhduar të ndërtohen nga ne. Deri për shkumsat. Nuk kishte shkumsa në për shkolla, sepse kush duhet si dhe shkumsat nuk kishte më lek. Kjo ishte situata në atë kohë, se kalojnë vitet, natyra njerëzore është e tillë, e ka bërë Zoti për merak që e keqja harrohet shpejt, e mira s'ka fund. Dhe dakord jemi me këtë. Invalidët, domethënë personat me aftësitë kufizuara, nuk kishin marrë më as i lek. 40 milion euro, se e kam të fiksume, 40 milion euro i kishte shteti borxh personave me aftësitë kufizuara. Shihepshin më lek. Dishin ata shkretët me karroca e me paterica në për protesta i myshin ndru. Kjo ishte Shqipëria. Dhe sot, ja ku janë kreditë e këqija. 4.2% është nivel normal kredi me probleme që i ka gjithë bota. Kthehemi pak tek borxhi, se është shumë i rëndësishëm momenti i borxhit, se ne kemi bërë rritje ekonomike, po nuk kemi bërë rritje ekonomike dhe nuk kemi bërë rritje të asgjëje në kurrizë të themeleve të ekonomisë, sepse të rrisësh ekonominë me borxh është njësoj si të shtosh njerëzit në tavolinë në shtëpi edhe të shtrosh darka speciale duke marrë borxhe. Vjen një moment që ti humb shtëpinë. Dhe borxhin sot, duke pas parasysh që kalum Covidin, kalum tërmetin që na u desh prap të merrim borxhe, e kemi ullë me 16% në 54%, dhe projekcioni është ta çojmë tek vija e artë e 50%. Vazhdojmë. Po kur thoni solli koha, e keni dëgjuar këtë? Është e bukur kjo. Ama se këto i solli koha. Do të çfarë është bërë mirë e ka sjell koha. Çfarë nuk është bërë akoma, nuk është bërë për fajin tonë.
Po koha solli edhe Covidin. Koha e solli. Ne e përballuam me shumë sukses. Koha solli e tërmetin. Po sot 90% e gjithë atyre që humbën shtëpinë janë në shtëpi shumë më të forta, shumë më të bukura, shumë më të mira dhe i kanë marrë falas pa asnjë kokër leku dhe pa asnjë qindar kredi, gjë që nuk e bëjnë shtetet e tjera. Këtu jemi tek përqindja e popullsisë në rrezik për varfëri. Kjo është një shifër shumë e rëndësishme, sepse këtu flitet sikur këtu është një vend ku varfëria është ulë kryq. Ndërkohë që këtë statistikë nuk e nxjerrim ne, e nxjerr Eurostati, institucioni Europian i statistikave. Dhe shikoni nivelin e rrezikut për rënien në varfëri në disa vende që janë vendet e Bashkimit Evropian dhe që janë vendet e rajonit. Dhe ne e kemi ulur në një nivel që është një nivel mjaft i arsyeshëm mes një numri të madh vendesh të Bashkimit Evropian. Vazhdo. Këtu jemi tek pabarazia në të ardhura, që është një tjetër raport shumë se këtu thuhet janë pesë oligark. 5 oligark. Të tjerët po vdesin gjithë. Gjithë pasuria shkon te 5, se kush janë, se nuk e di, se unë s'njoh asnjë oligark në Shqipëri, se në Shqipëri nuk ka oligark. Ka njerëz pasur, po oligark jo. Se oligark do të thotë të vendosësh ti. Dhe qeveria tjetë kukull. Emrat që unë dëgjoj si janë oligark, më besoni, presin shumë gjatë për të marrë takim me mua. Jo më për të vendosur gjë që është në detyrën dhe në përgjegjësinë e qeverisë për ta vendosur, por kjo është temë tjetër. Pabarazia në të ardhura ka rënë në 4.9%. Pra, shpërndarja e të ardhurave është bërë shumë më e ekuilibruar. Dhe shikoni tek mesatarja e vendet BE-s. Dhe ky është Eurostati, nuk kemi ne. Mesatarja e vendet BE-s 4.72. Shqipëria 4.9. Serbia 5.5. E ka më të lartë. Negativisht. Rumania 5.8, Bullgaria 6.6. Pra, nuk jemi një vend anormal, jemi një vend normal, sot që flasim. Me të gjitha problemet që kemi, përsëris, nuk jam këtu për të thënë që jemi përpara një tabloje roz, absolutisht jo. Tabloja jon ka drita, ka hije. I ka të gjitha ngjyrat, ka dhe pikat zeza, pa diskutim. Vazhdojmë. Këtu jemi tek tregu i punës. Për herë të parë, papunësia është nën 10%. Për herë të parë. E këtu do të bëj një sqarim. Shumë kush thotë, po ka rënë se kanë hik njerëzit. Jo, nuk është përqindje e popullsisë. Është përqindje mbi forcat e punës. Sa e ke forcën e punës dhe sa nga forca e punës i ke jashtë pune. Nuk është përqindje e përgjithshme. Nuk është përqindje duke futur pensioniste, fëmijë, vetëm forcat e punës dhe është rënja e parë nën dy shifrat. 8.8%. Vazhdo. Këtë e kam shumë qejf. Sepse ju ka mbetur ajo atyre kuakuave që ku i ke 300.000 vende pune? Këta janë të punësuarit kur ne morëm detyrën. 1.023.000 dhe këta janë emër mbi emër, vend pune, paga, kontribute. Nuk janë statistika anketa. Këta janë njerëz real. 1.023.000. Në fund të 2024-s, do në regjistra jo pasqyra më e freskët, 1.327.000. Tani, mes kësaj dhe kësaj, a janë 300.000 të paktës, e janë qikë më shumë, po janë 300.000 në mes,
Pra ja ku janë 300.000. Dhe natyrisht që me aritmetikën sot jemi në hall, se ka fillu një sulm dhe ndaj aritmetikës, se keni pa, ne dëgjonim Lulin, artistin kur thoshe 77-42, edhe na duke i sigurisht e një të meri madh. Po tani është 77-6 milion. 6 milion, edhe ka dhe x mrapa, se nuk dihet qa vjen akoma mrapa dhe 6 milionshit që nuk është zbulu akoma. Ndërkohë që këto nuk janë aritmetik e bazuar tek imagjinata individuale, këto janë shifra njerëzish me emër dhe me mbiemër të punësuar në Republikën e Shqipërisë. Vazhdojmë. Kjo është një tjetër e dhënë që është shumë e rëndësishme. Këta janë të punësuarit, këta janë të punësuarit dhe këtu e kemi vënë qëllimisht me lek. Që mos toni jo se me euro, se euro është më e fortë se kështu se ashtu. Me lek, 20.000 lek. Treja. Shikoni sa njerëz jetonin me më pak se 20.000 lek kur ne morëm detyrën. 60% e njerëzve që punonin. Shikoni sot sa ka rënë, 9-15%, dhe është një shifër kjo që lidhet shumë me kontratat e pjesshme. Vazhdojmë. Këtu jemi tek, po e thamë të punësuarve, vazhdojmë se ishte doli kjo. Këtu jemi tek rritja e pagave. Kjo flet vetë, është paga minimale, ishte 157 euro, është 400, në janar të 2006 do të bëhet 500, dhe në fund të mandatit, do më thënë në Shqipërinë 2030, do të jetë të paktën 650 euro. Por, ka një fakt tjetër, në sektorin privat, është gjithmonë e më shumë e qartë nga gjitha dhënat tona që paga minimale tani më ka shkuar tek 500. Madje ka shumë që e kanë dhe më lartë. Pse? Sepse ka nevojë për krah pune dhe paguhen më shumë. Vazhdojmë. Kjo është rritja e pagave të përgjithshme. Kjo është mesatarja e pagës publik privat. Ishte 322, është 828 euro sot. Dhe do të shkoj të paktën 1.000 euro në Shqipërinë 2030. Mesatarja, vazhdojmë, ndërkohë që kjo është në sektorin publik, është 1.000 euro sot në sektorin publik, paga mesatare, dhe të shkoj 1.200 euro të paktën në Shqipërinë 2030. Vazhdojmë. Këtu jemi tek pensioni mesatar. Ky është pensioni mesatar i bazuar tek sigurimet e plota. Sot që flasim, ne kemi 2 blloqe pensionistësh. Dhe kjo është pamja më e qartë, po dhe më e dhimbshme e dallimit mes nesh dhe Kërnetës, edhe shëmbëltyra e asaj që nuk është koha. Nuk është koha që sjell. Koha sjell njerëzit. Njerëzit pastaj e bëjnë kohën. Deri në momentin që ne kemi marrë detyrën, ne nuk kemi pas sistem pensionesh në Shqipëri. Ka qenë vetëm i vend në Europë, nuk e di, andej nga kontinentet e tjera, mund të ketë të tjera, që nuk kishte sistem pensionesh, kishte një sistem asistence. Pse? Sepse ishte vënë një tavan, 24.000 lek, ti mund të kishe punu 50 vjetë, mund të kishe plotësu gjitha detyrimet, nuk kishte rëndësi fare, 24.000 lek ishte. Gjithë tjerët poshtë. Dhe kjo ndodhi në momentin kur u shkatru baza industriale e vendit, u hodhën rrugë njerëzit dhe u quajtën pensionist, 40 vjeç pensionist. Sa ushtarak, e sa punëtor, e sa njerëz mbetën në rrugë dhe morën statusin, emrin pensionist. E pastaj fillon të bëjmë punë tjera, natyrisht. Por ajo që bëm ne me reformën e 2014-s
është që ne vendosëm sistem pensionesh që dhe thot sistem i bazuar të sigurimet. Sa pagun kontribute, ashtë të del pensioni. Dhe sot kemi një blok pensionistësh që janë para reformës dhe një blok që janë mbrapa. Dhe po të shikoni është e dhimbshme që shumë pensionistë për të njëjtën punë, mësues, për të njëjtat vite pune, 40 vjet, kanë pensione të ndryshme. Ata që kanë dalë përpara e kanë pensionin më të ulët, ata që kanë dalë mbrapa kanë pensionin më të lartë. Tani, pyetja që bëjnë gjithë dhe që është pyetja më normale është po mirë, çfarë faji kemi ne që na ra kjo fatkeqësi që të dilim pension në kohën kur ata që sot në mënyrën më të habitshme ju premtojnë pensionistëve që do t'ju zgjidhin problemet, i lanë pensionistët me një barë drush në kuriz që nuk hiqet më gjithë jetën. Absolutisht nuk kanë asnjë faj. Problemi, pyetja është shumë e thjeshtë. A mundet ne të bënim në këto vite diçka që do të na sillte, në mos ne do sillte të tjerët mbas sa vitesh në të njëjtin pozicion ku ishim 2013, sepse kjo që ne po bëjmë është që po e mbyllim gropën. Nëse ne do të fusnim dhe të tjerët pa u bazuar tek sigurimet, do ta hapnim gropën. Por nga ana tjetër, është e sigurt që ne nuk mund të rrim dhe të themi, okay, tani juve e psuat për shkak të kohës së atërshme, të njerëzve të atërshëm, situatës atërshme dhe ne do vazhdojmë strikt, sepse është e pamundur. Për këtë arsye, ne në rritjen e bonuseve, po ta shikoni e kemi marrë në konsiderat diferencën. Pra ata që kanë pension në 200 e marrin bonusin më të lartë. Ata që kanë pension mbi e marrin më të ulët. Kemi rritur bonusin, kemi dy fishuar, pra nga një bonus kemi bërë 2 bonuse dhe duam të mbajmë 2 bonuse sepse kemi projeksione shumë mira të rritjes së të ardhurave. Përsëri nuk janë vetëm bonuset që mund ta zgjidhin këtë punë sepse kostoja do shkojë duke u rritur dhe nga ana tjetër ata do të kenë nevojë, kështu që paralelisht ne do ecim që të arrijmë t'ju japim të gjithëve pa përjashtim para 2013 një pension minimal 200 euro. Ndërkohë që pensioni mesatar do të shkojë 400, ai i sigurimeve të plota. Vazhdojmë. Këtu jemi tek taksat. Kjo është shumë e rëndësishme për një aspekt tjetër. Dhe kjo shpjegon shumë për atë prodhimin e përgjithshëm. Për aspektin që ne kemi sot një biznes të vogël në Shqipëri që është biznesi i vogël më i përgdhelur në thonjza, dhe them kuptimin e mirë, jo për keq, nga qeveria vetë. Është i vetmi biznes i vogël në rajon, që në Europa s'bëhet fjalë, po në rajon pa taksa. Dhe në ndërkohë, para se shkoj ke biznesi, po flas për të punësuarit. Shikoni si ka qenë taksa kur ne morëm detyrën. Kjo e zeza. Të gjithë njësoj, 10%. Këtu hynin pagat e sanitarëve, pagat e ministrave, pagat e deputetëve, gjithë këtu. Dhe gjithë jepnin 10% nga paga, që është sistemi më i poshtër dhe më i padrejtë, sepse 10% nga i pagë e lartë nuk të vret aq sa të vret 10% nga i pagë e ulët kur ti ta merr shtetin. Dhe ne kaluam tek sistemi i taksimit ndershëm. Kush fiton më shumë do paguajë më shumë, kush fiton më pak do paguajë më pak dhe bëm që 57% e të punësuarve në Republikën e Shqipërisë mos paguajnë taksë mbi pagë. Ndërkohë që 93% e të punësuarve në Republikën e Shqipërisë, dhe këtu janë edhe në publik dhe në privat, të paguajnë më pak se 10% që pagunin dikur. Vetëm 7% e të punësuarve në Shqipëri paguajnë më shumë se 10% dhe ata që fitojnë më shumë, patjetër. Vazhdojmë me tjetrën. Dhe këtu jemi tek taksa mbi fitimin e biznesit. Shikoni ku kemi qenë. Taks
Dhe biznesi vogël konsiderohej biznesi që merrte deri në 55.000 euro. Do të kishin dy fasha, 35.000 euro xhiro në vit dhe 55.000 euro xhiro në vit. Sot ne kemi rrit tavanin 100.000 euro dhe 140.000 euro. Që është biznesi vogël, nuk i atyre të rregull. Dhe shikoni ku janë sot në tatim fitimi. 0. Çfarë ka sjell kjo? Vazhdojmë. Kjo ka sjell që nga biznesi i vogël 100.000 euro xhiro në vit, pa TVSH dhe pa tatim fitimi, kam përfituar 98.000 subjekte dhe shteti, qeveria ka vendosur vullnetarisht që 66 milion euro mos i marri taks në vit, po t'ja u lëri atyre që krijojnë një biznes që vetë punsojnë tjerë. Dhe 66 milion euro në vit kam përshtypjen që janë 660 në një dekadë milion. Vetëm nga këta. Që ja kemi heq arkës shtetit. Pastaj vjen fasha tjetër, që është biznesi deri në 140.000 euro xhiro, që ka marrë 58 milion euro, që janë 580, mos gabohem, në një dekadë. Pra 660, 580, ka përcejm miliardin e të ardhurave që në vend të merret e qeveria i kanë marrë njerëzit. Vazhdojmë. Ky është totali. 125 milion, pra shkojmë në 1 miliard e 250 milion. Ndërkohë që ktheu pak tek kursimi për qytetarët, është ktheu pak se tek taksa taksa mbi tatimin, mbi fitimin, mbi pagën, ktheu pak edhe herë, më mbrapa. Ktheu më. Dhe shalli i madh me ne, nuk kthehemi dot mbrapsh. Ktheu. Ha? S'kthehet dot mbrapsh. Nëse mirë, vazhdojmë. Nuk e kthejmë dot mbrapsh, shkojmë vetëm përpara. Ha? Shkojmë vetëm përpara. Ecim pak më shpejt. Kjo më pëlqen shumë. E dini pse? Këtu janë gratë dhe vajzat, kjo është paparazia gjinore. Shikoni ku ishim, është klasifikimi i Kombeve të Bashkuara. Shikoni çfarë vendi ishim, si vendi pa barabart mes gjinive. Shikoni ku jemi sot. Vendi 23 në gjithë klasifikimin e Kombeve të Bashkuara. Dhe kjo është vetëm Partia Socialiste. Vazhdojmë. Shkalla e papunësisë për gratë, e njëjta gjë, ka rënë nën 10%. Vazhdojmë se ka dhe një tjetër që është edhe më e bukur, që është pjesëmarrja e grave në forcën e punës. Vetëm gjysma e grave merrin pjesë në forcën e punës. Sot kanë rritur në 70%. Vazhdojmë. Këtu jemi tek paga mesatare e grave, që është 848 është e përgjithshmja, 820 është e grave. Vazhdojmë. Këto janë investimet e huaja, edhe këtu jemi në rajon me rritjen më të lartë të përqindjes investimet huaja në prodhimin e përgjithshëm. Vazhdojmë. Këtu jemi tek eksportet. Se Shqipëria nuk prodhon, s'ka asgjë, s'ka buk, s'ka njerëzit vdesin në rrugëve, mbeten pavarrosur etj. 2.8 miliard euro eksportonte Shqipëria kur ne morëm detyrën, 9.1 miliard eksporton sot. 3 herë më shumë. Vazhdojmë. Pagat e mjekëve sot janë 1.670 euro mesatare, ka dhe më shumë, 2.000 euro do t'jenë në Shqipërinë 2030. Mesatare. Vazhdojmë. Këtu janë një sër programesh sociale, kemi bërë, dëgjoni, ne kemi krijuar
fondin më të madh të mbështetjes sociale në historinë e këtij vendi dhe sot faktikisht Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ka arritur të ketë një buxhet 1 miliard, nga të cilat 25% janë mbrojtje sociale. Dhe këtu janë shumë programe, nuk du t'i kaloj të gjitha, po duhet të ndajmë të 2-3, ta janë fëmijët me nevojat veçanta, ku hyn fëmijët autik e të tjerë, dhe ne do ta dyfishojmë që nga janari 2026 mbështetjen për nënat e tyre. Vazhdojmë. Këtu kemi shërbime për personat me nevojat veçanta, mbase ju kujtohet që vinin protestonit e parlamenti, kemi bërë edhe një diskutim me ta aty, dhe 15.200 persona që kanë nevojat të veçanta, kanë marë paketën e tyre të trajtimit veçantë siç e kërkonin vetë. Vazhdojmë. Këtu vjen kjo është ndihma ekonomike, kemi pothuajse përgjysmuar numrin e njerëzve, numrin e familjeve ndihmë ekonomike dhe kemi trefishuar buxhetin për pjesën që është sot në ndihmë ekonomike. Vazhdojmë. Këtu jemi tek shërbimet sociale. Bashkitë nuk kishin asnjë shërbim social. 0. Sot 100% e bashkive janë pjesë e rrjetit të shërbimeve sociale. Vazhdojmë. Dhe kjo është një shifër që e kam shumë për zemër. Këto janë 9200 nëna në Shqipëri që janë të papuna dhe që kanë 3 ose më shumë fëmijë. Për to çdo vit qeveria jep 25 milion euro për t'ju paguar sigurimet shoqërore dhe shëndetësore, që do thotë që për shkak se ato nuk shkojnë në punë se kanë shumë fëmijë, nuk mund mbeten pa pension. Dhe kur të dalin pension, do keni pension dinjitos të mbuluar nga qeveria shqiptare. Vazhdojmë. Këtu jemi te bonusi i bebes, janë 227.000 bebe që kanë marrë bonusin, në e dini që bonusin ne kemi rritur, 400 euro për fëmijën e parë, 800 euro për dytin, 1200 për tretin. Duke filluar nga viti i ardhshëm do të ndryshojmë skemën, nuk do të jetë më një çek me një herë në maternitet, por do të jetë një pagesë e shtrirë çdo muaj sipas numrit të fëmijëve për të ndihmuar në mënyrë sistematike familjet e reja për rritjen e fëmijëve të tyre. Vazhdojmë. Këtu jemi te pagat e mësuesve. Mësuesit sot kanë shkuar në 950 euro pagën mesatare dhe do të shkojnë në 1250 euro në Shqipërinë 2030. Vazhdojmë. Këtu jemi tek mbrojtja, e kam nxjerr këtë veç sepse është shumë e rëndësishme. Koha që jetojmë, problematikat që kemi, detyrimet si antar të NATO-s dhe shikojeni. Kjo është një shifër që flet vetë. Nga 28 milion euro, 28 milion euro jepeshin për mbrojtje. Domethënë një ushtri dordolecash më e keq paguara e rajonit, më e keq pajisura e rajonit, korrupsion, një i korruptuar i famshëm i asaj ushtrie është sot kandidat i Kënetës. 280 milion euro e kemi sot buxhetin e mbrojtjes. Po nuk është vetëm buxheti, janë edhe të gjitha planet dhe investimet që po bëjmë për industrinë e mbrojtjes. Në Shqipërinë 2030 ne do të kemi hedhur bazat e një industrie ushtarake të ekselencës. Industrie prodhuese, eksportuese dhe mbështetëse për forcat tona të armatosura, ndërkohë që këtu jemi tek paga mesatare e ushtarakëve sot. Dhe ambicia jonë është sot e kemi ushtrinë më të paguar të rajonit, përfshirë dhe Serbinë. Por ambicia jonë është që në Shqipërinë 2030 pagën e ushtarakëve ta çojmë mesatare në vendet NATO-s, që është ambicia e madhe, por vetëm kështu shohim që po rritet interesi dhe i të rinjve që të marrin formimin ushtarak, dhe vetëm kështu do të bëjmë dhe ripërtritjen e gjeneratave në ushtri. Vazhdojmë. Tu tani jemi te Shkodra. Po bëj një parantezë. Ky është qarku i Shkodrës. Po bëj një parantezë. Ndryshe nga të gjithë qarqet e tjera, në këtë qark ka një grop në 10 vjet. Gropa është gropa
e Bashkisë Vjetër Shkodrës. Deri përpara se këtu Benetit merrte detyrën, këtu ju e dini ç'a ishte. Kalaja e shkëm graniti kundër komunizmit e tjerë, edhe bëj fjalë për projekte, prandaj në aspektin si bashki në dekad, Shkodra ka marrë më pak investime se të gjitha bashkitë e tjera qendraqarku, jo se s'kemi dash ne, por sepse s'kemi pas dot asnjë bashkëpunim normal me Bashkinë e Shkodrës. Nuk kemi pas. Ju e dini shumë mirë se si ishte situata, dhe ishte një çështje mentaliteti që shpresoj të jetë përmbysur dhe uroj që në 11 maj Shkodra të na japi këtë lajm që është përmbysur, se tashti në fund të ditës njerëzit kur zgjedhin, nuk zgjedhin dhëndrin, as krushkun, zgjedhin kalin, që do t'ja u tërheq më shpejt karrocën. Dhe tani të zgjedhësh një kal gjysmë ngordhur, se të pëlqen ngjyra, dhe të mos zgjedhësh një kal që ta tërheq karrocën me shpejtësi se s'të pëlqen ngjyra, vetëm në Shkodër e kam paut po. Deri dje. Shpresojmë që mos ndodhi më. Këtu tani jemi tek qarku. Gjithsesi ka një gjë që mua më bën shumë krenar personalisht, por që është një nga shumë mitet e ngritura nga Këneta, që është komplet pas i bas. E keni dëgjuar që në Edi Rama s'do veri, unë e di Rama s'do veri, orët e di Rama, unë nuk e di se si sepse në atë pemën e komplikuar të familjes time, rënjët janë të shpërndara dhe kam rënjë edhe në Shkodër, kam rënjë edhe në Mirdit. Kështu që nuk e di unë se si se du. Përveç se për te të tjerave në Shkodër kam pas njerëzit që më kanë udhëheq mua, më kanë mentoru si artist, që nga Dani Shukniu, te Edi Hila, me historinë e Shkodrës kam qenë shumë i lidh, gjyshe ime katolike më ka ndiku shumë, Padre Zef Pllumin kam pas privilegjin ta kem shumë mik, e tjerë, po kjo është histori tjetër. E vërteta është që çfarë kemi bërë ne për veriun. Nuk ja u heq rrugën e kombit si iniciativë dhe si përpjekje, edhe pse është njëkohësisht edhe një nga veprat më të korruptuara të historisë. Po kjo është punë tjetër. Por çka kemi bërë ne për veriun nuk është bërë nga të gjitha qeveritë e tjera më përpara. Dhe të gjitha akset strategjike të veriut për ta hap veriun ndaj turizmit i kemi ndërtuar ne. Të gjitha. Dhe këtu du të them që ka qenë për mu fat që kam pas Benetin te Fondi i Zhvillimit. Beneti ishte një nga mbetjet e pakta të kaluarës që kishte vlerë të plot ricikluese. Ata janë mbetje të pariciklueshme. Dakor? Beneti, ja ku e keni, dhe fal Benetit në radhë parë, sepse janë projekte që kemi bërë me Benetin. Nuk i çanim dot këtu ne me bashkira me gjëra. Fal Benetit janë të gjitha këto, një pjesë e madhe, se tani ka ardhur dhe Fondi i ri i Zhvillimit, po të gjitha këto akset e asfaltuara. Këtu jemi në 315 kilometra rrugë të brendshme të qarkut Shkodrës në një dekadë. Le t'i nxjerrin çka kanë investuar në çerek shekullit tjerët, edhe le ta bëjmë krahasimin. Unë e kam bërë për veten time, nuk ka krahasim. Nuk ka, s'kishte rrugë. Si shkojnë në Vermosh? Ku shkon në Vermosh? Si shkojnë në Theth? Dhe sot 95% e territoreve janë të aksesueshme o me rrugë të bardha o me rrugë me asfalt.
Nuk diskutohet që aksesi nuk është kudo perfekt dhe duhet vazhdojmë punën, për këtë jemi këtu. Por, këthe edhe njërë, apo s'këthe edhe mrava, por, jemi ke më shumë se qerek miliard euro investime për qarkun e Shkodrës. 414 projekte janë bërë për qarkun e Shkodrës. Vazhdojmë. Këtu jemi të rigjenerimi urban. Është një nga vëndet, është një nga qarqet me numrin më të madh të projekteve të rigjenerimit urban, afro 50 milion euro. Dhe këtu flasim Malësie Madhe, flasim Puk, flasim Fusharës, flasim Vaudes, dhe këtu një pjesë e konsiderueshme ka hyrë tani dhe është Bashkia e Shkodrës. Vazhdojmë. Këtu jemi tek projekte e turizmit dhe të mjedisit. Tani, a e parafityroni ju se sa vite duhet shkosh mrapsh e të mbledhësh shifrat për të gjetë, për të arrit ke 20 milion euro të dhëna nga qeveria për turizëm dhe për mjedis në Shkodër? E parafityroni? Nuk e parafityroni. Unë po ju them, duhet shkosh deri nga vitet 70. Që ti mbledhësh e ta bësh këtë. Ne kemi bërë në një dekadë. Vazhdojmë. Këtu jemi të kujsjes kanalizimet. 73 milion euro janë investuar dhe tani për 23 projekte për ujin e pishëm dhe për kanalizimet në qarkun e Shkodrës. Vazhdojmë. Këtu jemi tek energjia që ka qenë një problem shumë i madh, ka akoma disa pika ku është problem, por po japim zgjidhje edhe zonës Bogës, edhe po shkojmë dhe të mbyllim edhe Thethin, edhe do kemi furnizimin normal me energji. Po shikoni se sa është investu qarku i Shkodrës, e për shkak të hidrocentraleve nuk diskutohet, po shikoni se sa e ka volumin e investimeve vetëm për infrastrukturën energjetike. 124 projekte. Vazhdojmë. Këtu jemi tek bujqësia, 43 milion mbështetje për qarkun e Shkodrës. Këto janë projekte agroturizmi, projekte agrobiznesi dhe patjetër këtu hyn edhe kanalet ujitse dhe kulluse. Vazhdojmë. Këtu jemi te arsimi dhe këtu është për të ardhur keq që nuk kemi më shumë, por tani ka filluar të dyshoj për shkak të projekteve të reja me shkollat në Shkodër që realisht, domethënë vetëm ato shkolla që kam pa unë këtu, që duhet të kthehem mbrapa në kohën kur ishim ne në opozit për t'i gjetë ato shkolla në Tiranë e ku diun, vetëm ato shkolla janë mjaft që këtu mos guxojnë fare të vinë ata të tjerë të kërkojnë votë nga shkodranët që janë arsimdashës. Vetëm lënia e fëmijëve të Shkodrës në ato shkolla është e mjaftueshme që normalisht mos vi njëri këtu fare të kërkojë mbështetje. Dhe normalisht prindrit e Shkodrës mos i japin më mbështetjen atyre që ja u kanë lënë fëmijët në ato shkolla si fëmijë të dorës dytë brenda Republikës së Shqipërisë. Këtu jemi tek shëndetësia, këtu hyn qendra shëndetësore, spitale e tjerë, 19 milion euro, 56 projekte. Vazhdojmë. Këtu jemi tek sporti. Natyrisht këtu janë investimet, janë kontributet e qeverisë, qoftë për palestra terene sportive, qoftë edhe brenda këtu, Bahamendja duhet jetë edhe vlera që kemi kontribuar ne për stadiumin. Vazhdojmë. Kultura, 3.5 milion euro, duhet të jetë më shumë, duhet shkoj më shumë dhe tani me Benetin besoj që do shkoj më shumë. Vazhdojmë. Këtu jemi tek totali. Tani shikoni investimin e përgjithshëm të qeverisë shqiptare në qarkun e Shkodrës. 1.3 miliard euro në 10 vjet. Është një nga qarqet më të financuara të Shqipërisë. Dhe 1.3 miliard euro, Shkodra ju betohem
nuk i ka marrë jo në 25 vjetë më parë, po as në 20 vjetë më parë. Këto ishin llafet e mia për këtë moment. Llafet e tjera vazhdojnë ke parabashkisë. Ju falenderoj shumë. Kam shumë besim që do kemi gjithë mbështetjet e nevojshme, jo për vete, por për të vazhduar, për të bërë për Shkodrën të gjitha ato gjëra të reja që kemi nisë, edhe për të vazhduar projektin transformues dhe ambicios që unë kam fatin të kem Benetin këtu dhe i ndajmë të gjitha ato ëndrat se si mund të bëhet kjo, si mund të bëhet ajo. Ju falenderoj shumë. Më të mbyllu me dy porta,